Studio prindrit e të ndjerës Maria Klarës, pra Argentinasës, e cila ndroi jetë në një hotel në Fushë Kosovë, për çka në fakt është duke mbajtur seanca sot, ku në mesin e ato akuzuarve është edhe ish dashuri i saj Endret Nika, i cili akuzohet për vrasje të rënd. Por sot ka dëshmuar në fakt doktoresha mjekësisë ligjore, deklarata së cilës mund ta ndryshojë gjithë procesin, se çfarë ka thënë aty, çfarë është thënë. Blerta Ameti, kolega gazetare, është këtu me ne dhe natyrisht do të na i përcjell detajet. Blerta, mirë se vjen, ke bërë një dokumentar fantastik në rastin tragjik për atë Maria Klarës. Çka u tha sot në seancë? Faleminderit për ftesën një herë dhe një herë. Pra si që përmendë edhe ti vetë, këtë temë kemi diskutuar sa herë që ka pas zhvillime në sallat e gjykatave pikërisht për këtë rast, sepse jemi shumë të interesuar që të zbulojmë të vërtetën e plot se si ka ndodhur deri tek vdekja e argentinases Maria Clara Urdangaray. Ajo çka ka ndodhur sot është dëgju një mjeke e cila ka qenë në ndrimin e natës në punë në emergjencën e qytetit të Fushë Kosovës, pra në qendrën klinike, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Fushë Kosovë. Zonja mjeke, të cilën e kam kontaktuar edhe unë me inicialet BG, sepse nuk do që të publikohet, nuk do të jetë person publik as mediatik. Ajo thotë që unë kam kryer punën time si profesioniste në vendin e ngjarjes dhe kam qenë e preokupuar pse nuk më kanë thirrë institucionet e sigurisë. Më herët, se u vonua pra deklarata së ajo thotë që nuk më ka ftu as kush, as nga institucionet e sigurisë, as të drejtësisë më pas, që të deklaroj nëse ka diçka, nëse kam bisedu, apo di diçka rreth këtij rasti. Dhe pra, për ta kuptuar për shikuesit, Maria Clara ka qenë gjallë kur ka ardhur ambulanca. Me qenë se avokati i familjes së akuzuar i rastit në Endret Nikës ka kuptuar diçka dhe e ka identifikuar si person që mund potencialisht të di diçka rreth këtij rasti, e kanë propozuar në gjykat që të ftohet dhe të dëgjohet si dëshmitare. Maria Clara ka rënë nga kati 6 i një hoteli në Fushë Kosovë pak para orës 2 të natës, në një gosht, nëse s'gaboj, ka qenë viti 2023 dhe kanë ardhur në vendin e ngjarjes emergjenca, kanë marrë trupa që kanë ardhur nga emergjenca e Fushë Kosovës, kanë qenë një trup i përbërë prej 5 anëtarëve, pra 4 mjek, një mjek, infermierët përcjellës që kanë ndihmuar me bajt barelen edhe shoferi, pra ka qenë një ekip prej 5 personave. Dhe në brenda me të ka qenë doktoresha që sot ka deklaruar në seancën e cila është mbajtur në gjykatën themelore në Prishtinë. Ajo thotë që në disa nga pyetjet që është përgjigj sot, ajo thotë që unë e kam pyet a ke rënë vetë dhe sipas saj Maria Clara është përgjigjur jo. Atëherë thotë unë e kam pyet a të ka shty dikush, po ashtu sipas saj ajo është përgjigj jo. Domethënë intervista e zonjës doktoresh ka zgjatur pak më shumë se 2 orë sot në gjykatën themelore në Prishtinë, ku është intervistuar edhe nga avokatët e palëve të përfshira, edhe nga prokurori, edhe nga gjyqtari, por a do ta marrë të besuar, të vërtet, këtë deklarat mbetet të shihet në vazhdim. Është propozuar që të dëgjohen edhe 2 anëtarë të tjerë të kësaj trupe të mjekëve që kanë qenë në vendin e ngjarjes kur e kanë marrë Maria Clarën dhe kanë dërguar në emergjencë, sepse ajo ka qenë e gjallë dhe ka ndëruar jetë në ora 4:27 minuta në QKMF pastaj, në QKUK pastaj. Domethënë dikon 2 orë e më shumë ka qenë e gjallë, sigurisht që aftësia për të folë dhe komunikuar më rrjedhshëm dhe më qartë ka qenë minutat e parë. Dhe pamjet që transmetuar të nëse janë shumë të rënda, nuk di nëse kemi të mundur që të rikthejmë nga dokumentari që ka transmetuar Blerta në mat. Unë nga ca mbaj mend se kaloi kohë gjatë, kush i afrohet Marias? Është kjo doktoresha apo ka dhe dikush tjetër që i afrohet? Personi që i afrohet në momentin kur ai bjen nga kati 6 është recepcionistja. I pari po kur vjen personeli mjekësor po pyes. A ka pasur dëshmitar në këto përgjigje doktoresha? Këtë kam hallin më shumë. Doktoresha ka biseduar me të, supozohet që doktoresha ka biseduar me të në kohën kur e kanë transportuar nga vendi i ngjarjes deri në emergjencën e Fushë Kosovës. Pra ajo ka qenë brenda në atë pjesën e pasme të ambulancës dhe ajo supozohet që këto muhabete i ka bërë me të gjatë rrugës sa e ka transportuar prej vendit. Po që potencialisht mund ta kenë dëgjuar edhe kolegët e saj. Absolutisht po. Prandaj edhe atë pjesa tjetër e ekipit është ftuar që të intervistohet sërish në gjykatë për të vërtetuar deklaratën e saj apo për të thënë diçka tjetër që ata mbajnë. Dhe kjo deklaratë më herët Blerta, do të zvarritej ka shumë ky proces?
Dhe kjo një farë negligjencë që nuk është ndërvistuar asnjëherë personeli mjekësor. Nëse unë menoj dhe vlerësoj që kjo deklaratë do duhet të merret që në fillim, domethënë nga prokuroria, meqenëse se provat dhe prokuroria ka për obligim që t'i mbledh provat dhe të pasqyrojë më të mirën të mundshme nga vendi i ngjarjes, por pse nuk është ndërvistuar deri tash nuk e dim asnjë. Mund ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë fakti që disa ekspertiza të vendit të ngjarjes janë kryer jashtëzakonisht me vonesë, për shembull ekspertiza e dritares, e cila ka rënë me gjithë kornizën, është bërë një vit e gjysmë pas rastit, kështu që konsideroj që ka pas më shumë vonesa gjatë mbledhjes së provave se sa tani që po zhvillohet në gjykatë, sepse me aq sa ka kapacitet dhe mundësi gjykata po i mban seancat e rregulla, ku deri tash janë dëgjuar të gjithë dëshmitarët, janë prezantuar të gjitha provat që i ka mbledh prokuroria dhe sipas gjitha këtyre konstatimeve akoma mbetet Endrit Nika si personi i dyshuar kryesor për veprën penale vrasje e rënë. Pra pavarësisht deklaratës, po. Ai akoma nuk është dëgjuar vet, pra ka qenë në plan të dëgjohet këto ditë kur janë mbajtur seancat e fundit, por meqenëse ka dalë në pa persona të rinj që potencialisht mund të ndryshojnë rrjedhën e komplet të këtij rasti, gjykimit të këtij rasti, atëherë e kanë shtyr dëgjimin e vet të akuzuarit për në ndonjë seancë e cila vjen më pas. Domethënë tani është dëgjuar doktoresha BG, e cila ka deklaruar për më shumë se 2 orë rreth krejt asaj situate, nga momenti kur e kanë marrë Maria Klara deri në momentin kur e kanë ndërzuar në emergjencë, pastaj e kanë transportuar edhe në ÇKUK, aq sa ka mujtë me bisedu me të, aq sa ka pa aftësinë për të biseduar, për të komunikuar vitalitetin, pasojat, çdo gjë që ka qenë e dyshimt rreth saj, por sa do t'ja falë besimin gjykata deklaratës së saj, atëherë mbetet me u pa në vazhdim. Pra dhe njerë, ajo kontaktua nga mbrojtja e Nikës? Të akuzuarit, po. Më thonë, nuk është identifikuar nga askush tjetër. Supozohet që ajo ka biseduar në disa takime profesionale me ekipe të ndryshme ku kanë qenë të përfshirë dhe zyrtar policore dhe të drejtësisë dhe ka deklaruar që unë kam qenë aty dhe askush nuk më ka ftuar për të treguar se çka kam parë dhe kam dëgjuar. Pastaj këto deklaratat e saj kanë rënë në vesh në palës e akuzuar, konkretisht avokatit të tyre, dhe ai ka prezantuar pastaj si dëshmitare në gjykatë, të cilën kërkesë e ka pranuar gjykata dhe ka qenë sot prezente për të dëshmuar deklaratë, për të dëshmuar që ka pa në fakt. Dhe nëse dalin të jenë të besuar ato që ka dëshmuar doktoresha, i bie që mund të ketë edhe ndryshim të akuzës, në këtë rast mund të ketë përfshirje të punëkryesve, të hotelit ku ka ndodhur ngjarja. Nëse dëshmohet që vdekja e Maria Klarës ka qenë aksidentale, patjetër që do të ndrohet komplet narracioni i historisë, sepse nuk do duhet mbetje vetëm me kaq, pra duhet me u zgjeruar hetimet, me u përfshirë personat e tjerë të cilët kanë garantuar për sigurinë e objektit, për sigurinë e atyre dritareve që janë vendosur aty e për shumë çka tjetër, por deri në këtë fazë ne nuk mund të flasim asgjë më shumë pasi që nuk e dim se si do t'ja jap besimin gjykata kësaj deklarate që ka dëgjuar sot nga një doktoresh, e që do dëgjojë edhe nga 2 persona të tjerë ditëve në vazhdim në seancat e ardhshme, por në rast se kjo vërtetohet, atëherë ndrohet komplet narrativa dhe një nga elementet që potencialisht mund të bëhet pjesë e këtij rasti është prindërit dhe avokati i Endrit Nikës kanë deklaruar që prokuroria nuk ka qenë e kujdesshme me nxjerr të pastër edhe një pamje të kamerave nga Hotel Sonoma, ku janë siguruar pamjet e kamerave kur shifti hyn në dhomën 403 në hotel, por Endrit Nika deklaron që unë kam dashur me dalë, kam hap derën, kam dashur me dalë me shku me flajt në fshat, në shtëpinë që ka në fshat, pasi që nuk kanë mbrit me gjetë një gjuhë të përbashkët gjatë argumentimit në dhomë, dhe ai momenti kur ky thotë unë kam hap derën, jam kthyer dhe kam hap derën, e kam dëgjuar një krismë. Dhe nëse pamjet e kamerave të hotelit kanë mri me rekordu momentin e hyrjes, pse s'kanë mri me rekordu qatë moment kur është hap dera, nështë potencialisht, nëse kështë qenë e vërtet, kështë mujtë me dëshmu edhe nështë nga koha, minuti, koha e saktume e kamerave, me kamerën e jashtme kur ka rënë viktima, a përputhen, a është e vërtet. Dhe kjo pamje nuk është shfaqur dhe nuk ekziston, se kemi parë deri në këtë moment. As nuk është pjesë e hetimeve të prokurorisë, as nuk është parë në seancat kur është... Ose s'ka ndodhur fare ai moment që e ka hapur derën në moment... Nuk ekziston pamja fare, nash nuk e di ma është hap dera apo jo. Domethënë nuk ekziston pamja fare. A është fshi apo nuk është siguruar nga prokuroria, këtë detaj nuk e dim, por që po të ishte aty, mbase do të forsonte edhe më shumë narracionin e të vërtetës në këtë histori. Natyrisht do të shohim se do të jetë reagimi i familjes në këtë, të njëjtit pra shpesh vijnë këtu me zemër thyer për të përcjellur nga afër seancat, nëse është e kushtueshme shumë nga distanca në cilën jetojnë, por
si i ke takuar edhe ti vetë, në fakt ke pasur bashkëpunësim me ta, kemi pasur në studio, do ta pranojnë si të mirëqenë këtë deklaratë doktoreshës, sepse ata bukur të bindur kanë qenë se Nika ka qenë arsyeja. Ata janë bazu pak edhe në deklaratën që, në fakt në raportin e mjekësisë ligjore, që është hartu, aty edhe pse nuk shkruhet për mënyrën e vdekjes, domethënë nuk shkruhet asnjë detaj rreth hetimeve, po ata kanë mbledh informata nga avokati që kanë angazhu këtu, dhe me aq sa ata kanë mbledh dhe kanë përpunu, ata janë të bindur që vrasja e Maria Klarës është femicid. Për më tepër, këtë narrativa ata e kanë shpërndarë në shoqërinë, në vendin, rrethin ku jetojnë, dhe në Argjentinë janë zhvilluar protesta të jashtëzakonshme, disa dhjetëra protesta ku të rinj, të reja, njerëz në moshë, me pankarda në duar, kanë kërkuar drejtësi për vrasjen e Maria Klarës, të cilin ata e quajnë femicid, e që te ne në Kosovë nuk njihet as si emërtim, nuk ka as si vepër penale e caktuar dhe as nuk ka, domethënë, dëshkim të caktuar për shkak të veprës së caktuar. Unë nuk besoj që është femicid, sepse edhe nëse Endrit Nika e ka shty dhe Maria Klara ka rënë nga drejtoria, ai nuk e ka shty për faktin që është femër. Pra, nëse ka ndodhur për shkak të një mosmarrëveshje, keqkuptimi paraprak që është dëshmohet edhe tek vend parkingu, Po, edhe tek vend parkingu. Pra, edhe nëse e ka shty potencialisht, po them, atëherë kjo veç me femicid s'ka të bëjë, sepse ai nuk është vrarë për shkak që ka qenë veç gru, domethënë veç fiziku, ekzistenca si person, por për shkak të një problemi të caktuar, që do të duhej pastaj me u nxjerr arsyeja dhe shkaku nga organet të drejtësisë. Vlerëtat, faleminderit shumë që ishe sot këtu, faleminderit që gjithmonë je për të na dhënë detaje të reja e sidomos hulumtime kredibile në raste të cilat për fat të keq akoma nuk janë të zgjidhura, e di që po punon edhe në 2-3 raste shumë të rëndësishme që natyrisht unë respektoj dhe zë i bëj publike tani. Por të uroj punë të mbarë dhe të presim në studio për të na dhënë më pas hulumtimin tënd. Faleminderit që unë mundohem me dhënë maksimumin, duke qenë femër gru nën vet, mendoj që sa më shumë që nxjerrim të vërteta nga rastet të caktuara, i ndihmojmë edhe rastit, po edhe opinionit në kuptu të vërtetën. Dhe ajo shëllimi dhe misioni ynë, besoj. Faleminderit dhe komplimente për guximin që ke, pavarësisht rasteve që kanë një dëshmëri të madhe. Ishim bashkë me kolegën gazetare Blerta Ahmeti, e cila, pra, siç edhe ju thash, tash një kohë të gjatë, është duke përgatitur histori, dokumentar, hulumtime shumë të detajuara dhe ekspertiza të vlefshme në disa prej rasteve penale që shumica prej tyre dhe nuk ka një verdikt akoma. Ju ftoj që çdo të mërkur në MAT, pra në emisionin dokumentar, të ndiqni dokumentarët e realizuar nga Blerta, ndërkohë tani ne shkutim me publicitet e flasim për në shkrimin zyrtar të pra pjesëmarrjes në bordën e paqes. U pam fotografi nga ceremonia në nënshkrimit, ku e para vendi Vjosa Osmani shtrëngoi duart me të parin e Amerikës, Donald Trump.